mbështetje absolute të protestës suaj paqësore, të dhimbshme, kurajoze, trimërore. I gjeni do të thoshe, rini, thuja këngës më të bukur që di. Dhe ju po thurni dhe po këndoni këngën e lirisë, ju po këndoni këngën e qëndresës, ju po këndoni këngën e guximit. Ju jeni e ardhmja e këtij vendi, ju do ta bëni Shqipërinë më të bukur, më të fortë dhe më të fuqishme në Ballkan dhe në Europë. Për këtë ju përgëzoj dhe ju nderoj pamas. Shqipëria të dashur miq, ndodhet në momente historike. Thojnë të politikës gati po e shqyejnë dhe po e mbysin prej kaq vitesh. Retorikat e politikanëve shkojnë dhe vinë pa zgjidhje, pa asnjë të ardhme. Të rinjt po na largohen, spionët patronazhist kanë futur hundën kudo për të përçarë këtë popull, për ta armiqësuar me njëri tjetrin, kanë futur hashëmin në për familje, në shoqëri, kudo. Jo, zotëri, ne jemi shqiptarë dhe duhet të dalim si që keni dalë juve në mbrojtje të atë dheu tonë. Këta atë dhe që Ismail Beu të 12-ën na i la më të madh, por tradhtarët e Shqipërisë që nuk kanë munguar asnjëherë, e kanë shitur, e kanë blerë dhe vazhdojnë ta shesin të tokën e arbrit, gjakun e Skënderbeut, të trimave të Skënderbeut, të trimave shqiptarë. Prandaj qëndroni dhe mos u tutni, mos u trëmni, si që keni qëndruar, sepse fitoria është me juve. Ju përqafoj me shumë dashuri të gjithëve.